Atëherë i kthehemi pas këtij materiali, atëherë zoti Qato, problemet që ngren materiali është problem edhe ekonomik, sasia e madhe e gjobës që aplikohet, mënyra se si ajo aplikohet dhe ndonjëherë edhe me ato fotografimet shkelje e temi e privatësisë, temi e elementeve të jetës private. Por natyrisht thelbi i diskutimit është sigurisht radarët janë një gjë shumë e mirë, pasi të përballen me një realitet shumë tillë nëse ti e shkel ligjin, por a duhet të jetë ligj për ndërshkim, pra për të vendosur një gjop, apo për të edukuar temi shqiptarët, shoferët shqiptarë që të ecin më mirë nëpër rrugë? Policia rrugore në detyrat e veta funksionale, përveç menaxhimit të rregullimit të trafikut, një nga detyrat kryesore ka të bëjë me rritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Dhe në kuadër të rritjes së sigurisë rrugore, organizon punën për monitorimin e gjithë shkeljeve të cilët janë burim i shtuar për ngjarje rrugore. Dhe si u rezulton burimi i parë, cili është faktori i parë i temi aksidenteve që ne për fat keq i ndeshim çdo javë? Shkaqet kryesore të aksidenteve pothuajse janë të gjitha njësoj në gjithë çdo vend të botës. Po ku në një vend ndryshe sipas edhe infrastrukturës, edukatës, ndërgjegjësimit të qytetarëve. Nga analizat që bëjmë ne si shërbimi policisë rrugore, shkaku kryesor i aksidenteve në tërësi, po veçanërisht i aksidenteve me pasojë është tejkalimi i normave të shpejtësisë. Pra rreth 26-27% të aksidenteve me pasojë ne kemi për shkak të tejkalimit të normave të shpejtësisë. Prandaj dhe fokusi kryesor jonë është shpeshherë në monitorimin e respektimit të gjithë sinjalistikës rrugore, e cila përcakton kush janë norma e lejuar e shpejtësisë në një aks rrugor të përcaktuar, për të cilën ka një sinjalistik, e cila përcakton kush është shpejtësia e lartë e lejuar, maksimale e lejuar. Dhe nëse ka tejkalim të kësaj norme të lejuar, atëherë normalisht që në bazë të kodit rrugor, policia rrugore merr masën ndëshkuese për shkelsin përkatës që ka tejkaluar normën e lejuar të shpejtësisë. Po megjithatë, dhe pamë nga materiali, ju ishte dhe pjesë e materialit, sigurisht intervistë, 20.000 gjoba në sa po, në një muaj, në muajin e shkuar, po. Nuk mendoni që janë shumë? Vetëm me radar, ë? Po vetëm me radar. Jo, në thash, shkaku kryesor i aksidenteve me pasojë është tejkalimi i shpejtësisë, pra rreth 26-27%. Dhe masat administrative që marrim në tërësinë e vet, tejkalimi i normës shpejtësisë është te ky prag 20-25%. Pra është më se normale, mund duket një shifër kur e merr veçuar, por kur e merr 25 radar të vizshëm. Po kur e merr në tërësinë e gjithë masave, ajo është përqindjen që realisht janë të shkeljet. Pra 25%, 20-25% janë masat për shpejtësi. Nuk duat të mbrojë shkelste. Jo, e kuptoj qartë. Ne shkelim gjithë, tu s'po përjashtoj as vetëm. Jo, isha përgjigja në funksion të pyetjes tuaj. Mos është numri i madh, por është 20-25% të gjithë shkeljeve në tërësi që ndodh në muaj dhe në vit, në tërësi për gjithë vitin. Haqë është diçka më lartë është dhe shkaku i aksidenteve dhe atyre me pasojë. Siç thash, 26-27% është shkaku i pasojave për shkak të tejkalimit të normës shpejtësisë. Pra nuk mund të quajmë një numër i lartë, sepse ne kemi numër të kufizuar të pajisjeve shpejtësimacë, sepse siç tha zoti Balla, rreth 25 shpejtësimacë. Në të ardhmen shumë shpejt do hapet qendra kombëtare monitorimit të trafikut, e cili do ketë 200 km e para, më pas 200 të tjera deri në 800 km. Është më se normale që do shtohet numri për momentin e parë i konstatimit të tyre shkeljeve, e cila në projekcion do vinë në ulje sepse një qytetar përdorus të rrugës, drejtues të mjeteve do ndërgjegjësohen. Nëse ndërgjegjësohen që kjo shkelje e kodit rrugor. Pse nuk janë ndërgjegjësuar deri tani? Po të bëjmë një ndjesë për ndërhyrje, po të bëjmë një krahasim, ju thatë që vendosen për shkak të aksidenteve. Aksidentet në fakt vetëm për 2 vitet e fundit po t'i marr, nuk po i hyt viteve tjera, janë në rritje, nuk janë në ulje. Pra si s'ka dhënë ende ndërgjegjësim. E kundërshtoj këtë. E kundërshtoj. Aksident me pasojë që është aksident i bazë që merr në analizë, në çdo, jo vetëm në Shqipëri, por kudo janë në ulje. Pra ne jemi në një projekcion që kemi në aksident bazë janë ato me pasojë vdekje. Aksidenti me pasojë që janë aksident kryesor që analizon çdo polici homologe e vendit të Evropës, po edhe në botë që analizon kush janë aksidentët me pasojë, ato janë më të rëndat. Pasi aksidentët në tërësi është më së normale që mund të ketë një shtim sepse edhe numri i mjeteve që qarkullon në rrugë ka një rritje shumë të madhe në krahasim, po të marrim pikë referuese. Ne marrim vitin 2009 referim të aksidenteve rrugore dhe në 2009 projekcioni për 2030 ka qenë sipas strategjisë sigurisë rrugore ullet me 50% numri aksidenteve. Në vitin 2009 ka qenë 324 aksidente. Vjet ishin 175 me pasojë. Në 2009 ka pasur edhe pak mjete ama. Po, para numri aksidente me pasojë ishin 375.
Pra numri i aksidentit po them, që është arritur projekcioni sipas strategjisë, sepse policia rrugore ecën me një strategji. Ka pasur numër më të po si por numri mjetësh ka qenë 200 deri në 300, 200 afërsisht 300.000 mjetë dhe kanë pas 325 të vrarë. Sot që flasin janë mbi 1 milion mjetë dhe ishin 175 të vrarë. 1 milion mjetë në rrugët e 1 milion mjetë të regjistruar në vendin tonë. Plus, mbas analizës që bëjmë ne për mjetet që ju në ditë, duke bërë një mesatar të pëndëror, janë gati 200 deri në 300.000 mjetë mesarisht në ditë shtesë, që janë gjatë sezonit turistik. Pra, në këtë periudhë ne kemi plus 200 deri në 300.000 mjetë të tjera që janë shtesë numrit të regjistruar në Shqipëri. Pra, po të marrim analizën sepse çdo statistikë që bëhet në çdo polici homologe bëhet me numrin e popullsisë. Bashkimi Evropian e ka mesatarin 46 të vrarë për 1 milion banor. Ne vjetë kishim 60. Por kuptohet, mesatari e Bashkimit Evropian, shumë vende Bashkimit Evropian janë shumë lartë se ne. Ne kemi 60, Kroacia, Bullgaria, Rumania janë më lartë se ne, për 1 milion banor. Më të lartë numrin për 1 milion banor. Pra, statistika nuk merret thjesht si shifër, po bëhet me një pikë referuese. Ne statistikën e sigurisë rrugore masim me numrin e mjeteve dhe me numrin për 1 milion banor. Pra, numri viktimave për 1 milion banor dhe për 100.000 mjetë ose 1 milion mjetë. 100.000 mjetë, më saktë sepse 1 milion mjetë janë gjithë të regjistruara. Pra, në këtë statistikë, ne, dhe pse duket rritja, ka një rritje të vitit kaluar, po si vjetë ne kemi ulje të aksidenteve në tërësi, por kur bëjmë krahasimin me numrin e mjeteve, treguesi është më pozitiv në vitin vit. Kurse aksident me pasoj, ne e kishim në objektiv strategjik krahasim 2030 50% duke marrë referencën e 2009-s, është arritur. Dhe kemi avancuar në strategjinë e re të sigurisë rrugore që është duke u hartuar bashkëpunim me gjithë aktorët që kanë përbërë sigurinë rrugore, ne mendojmë që të shifër të ulim të arrijmë një objektiv 945 të vrarë për 1 milion banor. Gjithmonë synimi është zero, por ne flasim në një projekcion duke parë gjithë infrastrukturën, teknologjinë dhe gjithë dinamikën që ndodh në rrugë. Pra, do të kundërshtoj pak që nuk është në përkeqësim, është në progres, gjithmonë kënaqësia jonë është që të jetë zero aksident, sepse ky është objektivi madhor. Dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë, objektivi madhor është që në 2050 të ketë zero aksidente. Por kjo lidhet me teknologjinë e mjeteve, me infrastrukturën, me ndërgjegjësinë, me gjitha aktorët, nuk është vetëm policia. Kjo lidhet me kulturën shoqërore. Po të marrim pikë referuese, numrin e mjeteve dhe për 1 milion banor, treguesit janë pozitiv. Jo, ne asnjëherë nuk kënaqemi me këto tregues, por treguesit janë pozitiv. Megjithatë, ne duhet mbajmë sigurisht anën e ligjit, softa por duhet mbajmë anën e qytetarit. Pra mendoj që qytetari është i mbrojtur nga kjo mënyrë se si po funksionon temi policia rrugore. I referohem çështës së radarëve, pasi kjo nuk është një temë. Kjo me thënë vërtet është temë shumë europiane. Debati i radarëve është një temë në vendet e zhvilluara demokratike europiane, që kur ata dolën, pra në Gjermani për shembull është debati fort, në Greqi është debati fort. Pra, për shembull, nëse ti udhton në Greqi, i shikon që në temin në GPS-in e makinës tënde, kush e ka me GPS, pra të vjen alarmi që kujdes se pas 400 metrave ka një radar. Po i referojmë Greqisë apo Italisë. Ka aplikacione që t'i japin. Jo, ka makina të zyrtarisht, jo ta njofton. Pse? Sepse janë softa të vendosur radarët, apo ndoshta si e ka menduar unë, po se ma thoni ju edhe qatot na e thot, duket sikur radari nuk përdoret për të vendosur gjop, por është si një tabelë, si një paralajmërim për treguar që shiko, nëse në këtë pjesë, në këtë ktesë rrezikshme ti do futesh për te normave të lejuar shpejtësisë, dije se po monitorohesh. Dije se po monitorohesh dhe do të gjobitesh automatikisht, nuk ka nevojë të ketë policë në rrugë. Pra Eldemi tenton të edukojë, tenton të ndryshojë mentalitetin apo tenton të gjobisi. Pra cili është ndryshimi midis rastit të Greqisë, po themi, dhe rastit të Shqipërisë? Unë kam folur jo pak, po disa herë lidhur me problemet e qarkullimit rrugor dhe parandalimin e shumë gjërave që vijnë si rrëdhojë përdorimit të mjeteve në rrugë, kur nuk respekton rregullat dhe pasherë kemi pasoja. Dhe debati ka qenë, ose ajo çfarë ne kemi diskutuar ka qenë, kush ka prioritet? Prioritet kanë makinat që kanë futur, ku janë të fshehura, makinat janë të pa ekspozuara, të pa njoftuara, apo edukimi, duke parandaluar ngjarjen. Është shumë e rëndësishme që të shkojmë ke edukimi, ke kulturimi, tek mënyra se si ne duhet nëpërmjet ligjit dhe sigurisht presionit nga ligji të kemi mundësi për të parandaluar. Për shembull, në qoftë se marrim Italinë, ju morët Greqinë, mund të marrim shumë vende të tjera. Atëherë, radarët janë teknologji, e cila vjen dhe evolon. Dhe ne po shkojmë drejt teknologjisë që të kursejmë dhe fuqinë burimet njerëzore, sepse prezenca e
e fuqisë njerëzore në rrugë, vetëm e konsumojnë punës në policisë. Plus nga pikpamja demokratike është dhe shumtuar ideja kur dalë mund kujtot, për shumë ti shkon në Malzi, për mundi qato me thënë vërtetën, shkon në Kroaci, shkon në Malzi, apo shkon në Bullgari, kur ti shikon ato policët janë tamam sikur po të ngrej një gras. Kupton, pra nuk është edhe demokratike. Pra shumë mirë që njerëzit edukohen edhe pa praninë kam përshtypjen që kjo është edhe një nga synimet që eliminimi ne kemi në procedurë që ne nuk ndalojmë me shpejtësi maks. Ju do ta shpjegoj edhe evolimin që ka bërë vetë policia. Për këtë evolim që ne mos ndalojmë sepse ajo që thatë ju, edhe pamja, po dhe rreziku që mund t'i krijojë një mjeti ose edhe për fat keq ka ndodhur, ka pasur shumë raste mos paralajmërimet e radarëve me këto patrullat që rrin aty në cep rrugës për të kapur. Mënyra nganjëherë krijon tani po flas jo si vetëm ekspert, por edhe si qytetar. Si qytetar. Perceptimi që t'jep një makinë policie dikur ka qenë shumë e shumtuar. Ngrinë atë pjesën e mbrapet makinës dhe rrinë të fshehur. Nuk është normale që një punës policie të rritë të kryojë një grack për të kapur një qytetar për një shkelje të qarkullimit rrugor. Sepse duhet që ne ta parandalojmë që ai të mësohet që kontrolli vjen sepse prezenca në rrugë e punës policisë vjen për të parandaluar ngjarje dhe për të ruajtur jetën e qytetarëve shqiptar. Atëherë, marrim Italinë. Italia ka vendosur radarët dhe i ka ndarë radar që vendosen në autostrada, radar që vendosen në rrugët urbane dhe radar që vendosen në zonat e qytetit. Dhe sigurisht ka synimet e saj. Por radarët kanë shkuar drejt sistemit tutor. Pra, unë do mas shpejtësinë mesatare, sepse në një moment caktuar dhe mua më ka qelluar, që në një moment caktuar mund të kem një tekalim shpejtësie, mund të jetë 10 metra, mund të jetë 20 metra, por kjo nuk do të thotë se unë jam shkelës, dhe nuk do të thotë se unë jam abuzues me mjetin. Dhe do të ndihem keq nëse do të marr një masë sepse do e kem këtë ndërgjigje ime, por flas si qytetar. Dhe më ka qelluar që kam vajtur atje si gjithë të tjerët dhe pafundësisht njerëz të cilët ishin zemëruar për shkak duke menduar që mund të jetë një gjë e padrejtë. Atëherë ne duhet të ngrejmë, po themi nivelin. Themi, për shembull, policia e qarkullimit rrugor u mendoj nuk ka pse të rrinë për semaforët e Tiranës. Fillojmë që këtu. Semaforët e Tiranës mund të jetë policia bashkiake. Le ta lehtësojmë policinë e qarkullimit rrugor, policinë e shtetit dhe vendosim policinë bashkiake që ta marrim policinë e shtetit, pra policinë e qarkullimit rrugor të merret me kontrollin e aksit. Unë ta mbajmë tek radar. Atëherë po vjen radar. Pse them unë të? Për shembull, unë di raste konkrete që nga ka ardhur temi gjoba nga radara, dhe ka qenë rregulli që duhet teste me 40 km/h dhe është kapur me 57 km/h nga radari. Dhe gjoba është për automatikisht temi 30.000 lekë. Edhe e sankcionuar me heqje pikësh. Dhe me heqje pikësh. Tani, sepse normalisht radari e bën në mënyrë automatike, nuk është human, nuk është njerëzor. Ndërkohë që një polic, po flasim perëndim, nuk po referohem as Kroacisë, as Malizit dhe as Bullgarisë, po referohem pikërisht Italisë, apo Greqisë, apo dhe Britanisë. Polici, kur shikon që ti je në një nivel të caktuar të kalimit shpejtësisë, që nuk është më shumë se 10, 15 apo 20 km/h nga norma e lejuar, të merret dhe do të këshillon. Edhe në Shqipëri ndodh kjo. Pra që polici thotë, shikoj, jemi në normë, por dhe të këshillon. Siç më ka ndodhur dhe mua personalisht raste të tjera kam qenë shumë shpejtësi në Greqi dhe polici ka thënë, shikoj zotri, shisa e kanë normën, dhe unë jam i detyruar, dhe unë kam paguar gjobë, kanë marrë patentën, e ma kanë çuar në ambasadë mbas 3 muajsh, po plas si një shqiptar që normalisht, minimalisht, një herë në vit e shkel shpejtësinë. Pra nuk po e nis nga vetja ime kritikën. Por ama vendosja e radarëve në këtë mënyrë dhe prerja në mënyrë themi robotike e gjobave largon të marrëzhin. Nuk e edukon fare. Se edukon. Se edukon, apo jo? Tu vim ke paralajmërimi apo jo? Paralajmërim, s'ka paralajmërim. A duhet këto makina nuk kanë paralajmërim. Ne flasim për zona në shtëpi, më pafshim. Ne vim, jo, më fal, vin për zona që thotë kujdes, zona ka radar. Është krejt normale. Po pra, këtu fillon edukimi. Atëherë fillon përgjegjësimi se jo të gjithë jemi koshient. Flasim për sinjalistikë sa pastaj do të bërë një revolucion me sistemimin e sinjalistikës. Po po them, duhet shkojmë te kjo apo duhet rrim te këto radare, sepse këto radare krijojnë perceptimin, ta thash mua mos jetë korrekt. Që mund të më shpjegim këtu? Po, patjetër. Jo, un jam pro radarëve.
Jo, edhe unë e për radarëve. Unë arsi përdorim ata. Atëherë, përdorimi tyre patjetër shumë. Unë me që se ka e marrë. Atëherë, para emrimi, siç në autostradë, Italia ka 250 metra e ka në autostradë. 400 e ka Në Greqia. rrugë të tjera e ka 150 dhe 80 dhe përfundon 80 varet nga nivelli i rrugës. Se shumë jepet, Nëse kemi goja, se qato është ai që do përgjigjet gjithë me ne, kështu që po. Ne marrim referencë Italinë. Tani do të parë që ke edhe shtetet që i parafrohen organizimit vendin tonë. Pra, ne kur marrim parasysh Kroacinë, Sloveninë, Serbinë ndoshta, Maqedoninë janë vende që i parafrojnë. Italia është një shtet shumë i madh dhe ka një organizim tjetër. Policia shqiptare është polici unike, i mbulon të gjithë sigurinë, pothuajse policia shqiptare mbulon. Nuk ka aktor të tjerë. Në Itali ka rol karabineria, ka policia e shtetit, ka edhe policia bashkiake. Prandaj ndodh ky organizim. Greqia është policia autostradës, pra është trup tjetër. Si polici kemi radar mobil, pra në televizshëm. Tani është në përfundim projekti madhor që bën autoriteti rrugor për qendrën e monitorimit kombëtar, të cilët janë në radar fiks. Dhe në gjithë akset rrugore ka tabela informuese. Informuese që ka radar. Po janë disa. Por radarët janë mobil lëvizin. Kurse, kur tjetë që në monitorimit e radar është fike, sepse matë shpejtësinë mesatare, atë që thamë, por evolon teknologjia do masi, sepse janë dy tipologji radarësh. Radar që matë shpejtësinë eksakte të momentit, ka dhe radar që bëjnë shpejtësinë mesatare. Tani, në momentin e fillimit në veprim të qendrës monitorimit, që fillon me 200 km e para, e do përfundoj dhe në 800 km në gjithë territorin e vendit, këto do janë radar fix, edhe merë më se kuptim ajo tabela sinjalizuese, informuese që ka radar, sepse e përcakton ku është radari, kurse radari që ka policia rrugore janë mobil, janë televizshëm. Pra ka tabela informuese në gjithë vendin, pra janë televizshëm, ne nuk mund ta bëjmë diku fikse, themi që mbas 200 metrosh sepse nuk në përcakton asnjë pjesë e stacionit shqiptar na detyron si polici të bëjmë informim të tillë. Ama zoti Qato, kushtetuta detyron shtetin shqiptar që të kujdeset për shtetasit e vet. Pra, dhe ti informoj atë. Dhe mua, ne na rezulton që kjo praktika e radarëve të lëvizshëm, për te qëllimit mirë që ajo ka, që nuk diskutohet, nuk po sjell themi rezultate sa i përket asaj që ta softa edukimit njerëzve. Përkundrazi, njerëzit janë pak të zemruar. Megjithatë flasim edhe një herë pas publicitetit.